Keni një koment për këtë që ndodhi sot sa më të shkurtër dhe të qartë? Që edhe populatat mos mërzitet preç. Këto skena ne kemi parë shpesh. Skena me flakadar, me blokim seansës. Me sa kuptuaj ishte një ishte një skenim për të ndaluar betimin e avokatit popullit, apo jo? Po. Jo tamam, po të themi. Ishte edhe në kuadrin që do kishte pushim të gjatë. Gjithë parulla që sillni Ballukun, sillni Agazin. Nuk nuk tha njeri hiqni ose sillni Enver Shaban. Kishin me këta të dy thuat. Ishte një paka shumë, edhe kjo, se kjo doli, s'paku kështu në pamet jashtme. Sillni Balluku do shkojë nesër, nuk s'kan që ku ta sillin, kështu në seans ka procedura. Qa kërkojnë, do shta e tha nga bim që e kërkojnë, po këtë kërkojnë se kishin me Endri Shabani. Me pak fjalë, ishte një inskenim, mendoj unë, si analizoj unë, një mini proteste, ku virtualisht morën dhe disa karike ministrësh, morën virtualisht i top pushteti për pak minuta, si me thënë, për t'ua paraqitur si model, si pas mendimit tim, si analizë politike, ndjekësve tyre për protestën e ardhshme, që kanë me datën 22, ku e kanë. Pra për të galvanizuar situatën, ndjekësit për një protest, duke dhënë shembullin se si duhet jetë. Këto gjëra opozita i ka bërë dhe më parë, dhe mund t'i bëj, por në rastin e sotëm, që si qëndrojmë të kjo që thotë Bushati, dhe ajo është në fakt, Balluku do jetë nesër, dhe më thëmë, do jetë nesër në komision, hetimet tjera po vazhdojnë, gjithë problemi ylli është se opozita, Partia Demokratike, nuk është më aktor në këtë luft, në këtë betej. Ta flasim më vonë, se munu? Sepse është, si më thënë, nuk është aktor të një, po përpiqet... Nuk është aktor, sepse aktor tani është vetë Spaku. Ajo nuk është aktor, jo se deputetet e saj nuk kanë bërë përpjekje, nuk kanë bërë detyrën, po është blokuar nga konflikti interesit me kryetarin e Partisë Demokratike, i cili është vetë i hetuar për një çështje tjetër pritet të shtirur si person që ka djeni për ngjarjen që është 21 janari. Pra ka shumë probleme vetë me Spakun, vetë ai është pozicionuar si një armik i egër i Spakut, pra institucionet që po i bën këto punë, po i bën këto hetime dhe po i çon drejt finalizimit këto hetime, nga kjo pikpamje, do të thënë ajo është zhurma atyre për fat keq, apo dhe protesta atyre, është destinuar të mos të gjurmë për këtë shkak, sepse ka shumë hipokrizi, do të thënë, ka shumë hipokrizi në këtë betej, duke qenë se kryetari tyre është në këtë pozicion. Pra, e konsideron Spakun një organizat kriminali, pra institucionin që e bën këtë punë, dhe do të bëjë këtë punë, se s'ka kush e bën tjetër. Jashtë Spakut, lufta kundër korrupsionit mbetet pastaj një retorik foltorësh, siç e kemi parë për shumë vite. Pra në nivelin e retorikës, lufta kundër korrupsionit nuk ka dhënë dhe nuk jep rezultat. Kurse jep rezultat kur drejtësia merr heton, gjen prova, i vërteton ato i qënë gjykate kështu me radhë. Edhe prishja një tradite që është krijuar, një kishte precedent për gjithë avokatet e popullit që janë zgjedhur deri tani, që janë lënë më të drejtë opozitës, sepse krijon një lloj kundërparti, si thonë. Ajo është një marrëri për mendimin tim, dhe edhe mund protestonin, pavarësisht se nuk ishte seanca për sot, por mund protestonin. Më shkruan dikush preç. Lëçi servici thotë ka dash marrë dhe fshfën. Po ja lak ti dukës pëse, ja? Po. Po. Oke, avokati popullit nuk është ashtë pa gjë, se ka ndikim të emërtesat e institucioneve drejtësisë, me që duhet japim një kontekst edhe kësaj gjës, po nuk besoj se ka qenë me pa tjetër qëllimi. Po me që erdi, mirë se të vijë, thot Rama, edhe nuk është se lë gjë makut. E tani, ata e odhën 35 firma dikur. E ka fshesën me përrem gati për këtë gjë, kështu që edhe me që Endri Shabani ishte i gatshëm të futej të rjeshti i Ramës, u fute, mori, kështu që këtu s'ka lajmë, mendojnë. Do përthën, ishe i kombinacion ku ju përgjigje edhe opozita, ndoshta me gafën e vetë, a me kompleksin
që u shfaq më mbrapa që na fali çik se firmosëm, po se dinim që duhet firmosim, po na falni pse e firmosëm, kjo pak rëndësi ka, ngjarja ndodhi, nuk zhbëhet më, edhe kjo vazhdimi me gjykatën kushtetuese tani duket edhe më qesharake që do e çoj PD-ja në gjykatë kushtetuese, sepse aty nuk ka antikushtetuese në fakt. Dhe çosh mirë, po heqim përveç se çka mund kemi ne me personin, mund ta trajtojmë personin vetë sa duash. Ideja që Rama merr gjithçka dhe kur nuk i duhet është tani nuk. Kjo s'kishte. Po çfarë bëjmë, mos ta marri, ta lej, ta falje. E ka thënë ai, unë marr 140 deputet, po Milan. E ka thënë më është i qartë ai, komplet. Vazhdonte traditën që ka Shqipëria prej vitit. Po ja dash për opozitës, firmosi opozita thot ai, se mora me zor. Po firmosi ja tërhoqën firmat për njerën të vazhdojnë. Si tërhoqën, këta janë njerëz që s'kuptojnë çfarë bëjnë. Pra këta kur firmosin ka përgjegjësi apo jo se i kemi delegu pushtetin. Po është mohabet që i kaluar, po kanë dhënë firma për shumë veta. Atëre janë pendu për njerin, që do të thotë ajo vazhdojmë me tjerët. Dy fjali vetëm. Dy fjali. Mua më la një shihet të hidhur shumë me thënë drejtën betimi i zotit Shabani, sepse na erdhi në mesin tonë edhe në politikën shqiptare si njëri që vinte me parime të reja jashtë të politikës së vjetër, do sillte një risi e tjera me radhë, në fakt u bë pjesë e kazanit të madh politik, që në këtë aspekt doli më i vjetër se sa të vjetrit, kështu që në këtë aspekt edhe në qoftë se kam parë ndonjëherë me një lloj ndjesie që po mund të ishte njëri që mund të ishte në politikë, domethënë për mua i ka humbur gjitha shanset njëre për gjithmonë për të ardhmen. Sa i përket opozitës, ndaj të njëjtin qëndrim si Dunjaja, që opozita në fakt ka bërë një autogol të madh duke patur një sulm frontal ndaj prokurorisë posaçme dhe sot që prokuroria e posaçme po jep disa mundësi të arta në dorë, duke dërguar në akuzë Belinda Ballukun, duke goditur një grup kriminal në Akshi që është, besoj, një ndër aferat më të mëdha korruptive në dekadën e fundit dhe nuk e shfrytëzon dot për shkak edhe të qëndrimit që ka mbajtur më parë për shembull zoti Berisha dhe vijon ta mbajë në raport me Spakun. Për post problematikave që mund të ketë Spaku vetë. Kështu që këto dy janë momente që unë shikoj. Pastaj pjesa që opozita kërkon që aty të jetë Belinda Balluku është në drejtën e vet legjitime dhe do duhet të jetë kali betejës së Partisë Demokratike. Nuk e di, besoj që po, procedura parashikon. Ka procedura parlamentit, do paraqitet një herë. Atëre, pastaj po, unë them të ikim ky moment dhe të zbresim të çështja kryesore, që një nga dy çështjet kryesore që ne kemi, që sapo i përmendi zonja Lala. Sot apeli i GKK-s vendosi për masat e sigurisë ndaj Belinda Balluku dhe varësve të saj. Zonja Lala, çfarë vendimi u mor? Qartë, thjesht, ja thua popullatës. Fakt është pak i koklavitur me thënë drejtën se dhe juristët janë të ndarë. Atëherë, gjykata e posaçme. Juristin do ta pyesim vonë. Po. Tani unë po flas si njëri që kam raportuar nga edhe që merr vesh nga ligji.